Prokuroria e Tiranës ka vendosur sekuestrimin e pasurive të familjarëve të Sajmira Ali Mehmeti, i njohur me Nofkën Dentisti, i cili në dhjetor të vitit 2018 u dënua nga një gjykatë federale në Manhattan me 22 vite burg. Vendimi ndaj tij u dha për ofrim të mbështetjes materiale ndaj grupit ekstremist Shteti Islamik ISIS, si dhe për mashtrim në procesin e pajisjes me pasaportë amerikane. Ali Mehmeti kishte rënë në radaret e autoriteteve ndërkombëtare që prej vitit 2014, kohë kur u ndalua hyrja në Mbretërinë e Bashkuar në 2 tentativa të ndara. Sipas hetimeve, ai synonte të udhëtonte drejt Sirisë për t'u bashkuar luftëtarëve të ISIS-it. FBI ka dokumentuar se ai kishte bler thika dhe pajisje të karakterit ushtarak, si edhe kishte shfaqur materiale propagandistike të dhunshme, ku paraqiteshin ekzekutime të burgosurve nga militantë të organizatës terroriste. Hetimet tregojnë se gjithashtu se Ali Mehmeti kishte shprehur hapur synimin për të udhëtuar drejt Sirisë bashkë me vëllain e tij, i cili më pas u arrestua. Në vitin 2015 ai aplikoi për një pasaportë të re amerikane, duke deklaruar rrejshëm humbjen e dokumentit dhe duke fshehur faktin se ishte i refuzuar hyrja në Britani, me qëllim shmangjen e dyshimeve nga autoritetet. Në vitin 2018, Ali Mehmeti pranoi fajësinë për deklarime të reme në aplikimin për pasaportë dhe për sigurimin e mbështetjes materiale ndaj ISIS-it. Gjatë shpalljes së vendimit, gjykatësi federal i Manhattanit, Paul Engelmayer, e përshkroi atë si një bombë të kurdisur, duke theksuar rrezikshmërinë e lartë që përfaqësonte për sigurinë publike. Ndërkohë, Prokuroria e Tiranës ka bllokuar llogari bankare në emër të familjarëve të tij, pasi nga hetimi pasuror ka rezultuar se fondet e depozituara nuk justifikohen me burime të ligjshme të ardhurash.